Me një karrierë që I ka kaluar 6 dekada në auditorët e Fakultetit të Drejtësisë dhe mbi 7 të tilla në kërkimin shkencor, profesor doktor Ismet Elezi feston 105 vjetorin e lindjes. Udhëheqës akademik dhe njeri I vlerave të spikatura, ai vazhdon të qëndrojë pa lëkundur në misionin e tij për të ruajtur dhe përcjell idealet më të larta të drejtësisë shqiptare. Porosia e parë me të gjitha është të ruajnë vlerat. Për arsye se mund të bëhesh teoricion I përkrir, po nëse humbet nderin edhe fillon korrupsionin, fillon narkotikët, atëherë ka marrë fund edhe kultura edhe të gjitha të tjerat. Ndershmëria është faktori numër 1 I luftës kundër korrupsionit dhe narkotikëve dhe kriminalitetit në tërësi, po veçanërisht kundër korrupsionit. Kjo duhet të skalitet mirë në mendjen e juristëve në radhë të parë dhe të funksionarëve të shtetit. Në ceremoninë organizuar për nder të tij, personalitetet e njohura të vendit shprehën mirënjohjen për kontributin e jashtëzakonshëm. Ka disa jetë njerëzore që fati I shënjon në mënyrë të veçantë. Ka disa jetë të cilat më shumë se me numrin e viteve, ngjarjeve të jetuara apo veprave të kryera, imponohen me atë çfarë kanë bërë ndryshe, e çfarë kanë bërë më mirë, dhe çfarë kanë ndikuar në jetët njerëzore dhe tek shoqëria jonë. Nëse në Komitetin e Madh të Juristëve do të kërkojë një emër I shquar, padyshim profesori Ismet Elezi do të ishte njëri prej tyre. Ai është një nga ata njerëz që nuk e kanë përdorur dijen për të bërë zë, por për të ndërtuar themelet e saj. Profesori Ismet Elezi nuk është thjesht një profesor I drejtës. Ai është një sistem vlerash, një model për breza të tërë juristësh, gjyqtarësh, prokurorësh dhe pedagogësh. Ismet Elezi është autori mbi 400 shkrimeve dhe botimeve, ndër të cilat spikasin e drejta penale, komentari I kodit penal dhe drejta zakonore penale. Për profesionalizmin dhe përkushtimin e tij në fushën pedagogjike, në formimin e shumë brezave që studiuan shkencat juridike, për aktivitetin e gjerë shkencor, profesor Elezi është nderuar me shumë tituj prestigjioz.